Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument kam ftuar aktivistin dhe gazetarin Skënder Karaqica nga Chicago. Do të flasim për festimet për nder të pavarësisë së Kosovës, do të flasim për aktivitetet e ndryshme që komuniteti shqiptar në Chicago ka kryer me këtë rast dhe Skënderi do të na sqarojë si u zhvilluan aktivitetet dhe takimin më të fundit që patën me ish ambasadorin William Walker dhe ato që kam mësuan ata nga ai person që luajti një rol mjaft të rëndësishëm në fatin e Kosovës dhe në ndërhyrjen evropiane dhe amerikane në Kosovë. Zoti Skënder, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe përmes kësaj bisede sotme dëshiroj të gjithë shqiptarëve në Amerikë, diasporës, pjesës më vitale të kombin tonë, gëzuar pavarësia Kosovës, që është akti më madhor kombëtar në historinë tonë, më të re. Natyrisht është një ngjarje që i bashkon të gjithë shqiptarët, dhe ty atë dhet tonë do të thosha ne jemi një komb, e në këtë mes natyrisht gëzimi i përvjetorit pavarësisë Kosovës e prek sidomos Shtetet e Bashkuara dhe diasporën shqiptare këtu në Shtetet e Bashkuara ka qenë pjesa më aktive për ndërhyrjen diplomatike pranë fuqive të mëdha si Shtetet e Bashkuara dhe pak të diasporë vështirë se do të kishim arritur në pavarësinë e Kosovës. Zoti Skënder, çfarë aktivitetesh u zhvilluan në Chicago me këtë rast? Para se të filloj të bëj atë rrëfimin ton edhe artistik edhe kulturor, natyrisht me tiparet e qytetërimit do thosha, me lejoni t'i them vetëm pak fjalë historiku i diasporës dhe të shqiptarëve amerikanë në Chicago, që tash e një shekull veprojnë me frymë në krah të dheut. Përkitazi me luftën e Kosovës. Duhet të nënvizoj dhe për hir të shikuesve të televizion do të ishte me interes që po e them për herë të parë, është fakti se në Chicago gra e burra, të gjithë shqiptarët, të gjitha pjesë etnike tona që jetojnë dhe punojnë në Chicago, në shtetin e Illinoisit, për Kosovën kanë bërë shumë veprimtari kombëtare, protesta, demonstrata, deklarata, takime me kongresmen dhe senator në dyert e shtëpisë së bardhë, këto sidomos këto 30 vjet e fundit. Për ta ilustruar dhe më mirë këtë, në një tubim, kur filloi lufta në Drënis, me Adem Jasharin, komandantin historik të luftës së OÇK-s, gratë shqiptare në Chicago, erdhën në një mbledhje dhe i hoqën të gjitha stolit e arit që kishin në trupin e tyre, madje edhe onozat e fejesës dhe të martesës, dhe i vunë të volin që të bëhen deviza dollar për djemt dhe vajzat që luftonin në malet e Kosovës dhe të Drënisës heroike për shërimin e Kosovës. Me këtë desha të them se në Chicago tashmë është bën një traditë fare e mirë, e sinqert, kulturore, me ngjyra, me shijet shpirtërore të frymës tonë, dhe si zakonisht par dje në Chicago u bën ngritja flamurit të Kosovës, siç bëhet edhe flamuri shqiptar i Shqipërisë me 28 nëntor, tashmë një traditë vërtet historike dhe kombëtare diasporës dhe shqiptarëve në Chicago, ngritja flamurit përballë flamurit të shtetit Illinoisit dhe shtetit amerikan në qendër të Chicagos, në sheshin e institucioneve të këtij shtetit Illinoisit. Këtu kishte veprimtar, kishte biznesmen, treja, fëmijë, nxënës, të veshur me kostume kombëtare dhe akti ngritjes së flamurit krijoi një emocion të veçantë, Rafael, mu duk mu personalisht sikurse sot në Chicago pa vjen tër Kosova, tër Shqiptaria. E natyrisht atmosfera ishte e ngrohtë me gjithë motrin e ftohtë, apo jo? Dakor. Dhe së këndemi, të nesëmen u hap ekspozita, me fotografi, shkrime të shtypit e Amerikan për luftën e Kosovë. I të shtypi Amerikan që i ka dhonë vend të rëndësishëm në faqet e para, në Ballin, të gjitha gazetave, ishin të gjitha ngjarjet, masakrat, lufta OÇK-s, regjimi fashist i Serbisë me tërë makinerinë e tij ushtarake përlecore, e cila e kishte rrethuar edhe e kishte mbuluar Kosovën, tymi, flaka, djegja, vrasjet,
përzumja, për shembull dyndja e shqiptarëve nga toret e tyne, që ishte quajtur Lugina e Vardarit, e njohur si Lugina e Vardarit, po e theksoj për herë të parë, si dhe çështja tjetër në kufirin shqiptar. Dhe në këtë ekspozit, ku merrin pjesë natyrisht shumë veprimtar, e cilin e organizoi Komiteti Shqiptar, fjalë e rastit që mbajti një djalë i mrekullueshëm, një preshevar, i shkollor, i integruar në Chicago, Edon Shaqiri, kryetari i Komiteti Shqiptar, e bëri një fjalë e rasti dhe na dha mundësia që të flasim dhe të rrethejmë për kujtime ndryshme nga lufta e Kosovës, ndonse në këtë kohë, vitet e luftës, unë kam qëndruar në Prishtinë, Kosovën, Trenis, dhe në Prishtinë kam redaktuar revistën javore Fjala Jon. Në këtë revistë, përkundër regjimit shumë të shtrënguar ushtrako-policor të Serbisë, që s'kishte as televizion, rindja ishte mbyllur, televizioni e Radio Prishtina, asgjë s'kishte. Çdo gjë ishte në terrin informativ dhe siç më kujtohet një mendim i një gazetari anglez se një popull i painformuar është i vdekur, ne përkundrazi e bëm një revistë javore me cilin ne shkruanim për ngjarjet më të rënda që ndonin në Kosovë. Po i veçoj vetëm ja 3 tituj. Pas masakrave të Adem Jasharit, Drenica e Kallur, Drenica ime heroike. Unë në faqen e parë të gazetës, tash ma punoja në gazetën Koha Ditore, me Veton Surojm, me bëna një shkrim me titull Drenica porosit, Evropë mbylli burgjet për shqiptarët, e cila bëri jehon për kohën, dhe në këtë moment e morën shumë gazeta evropiane, e morën e ribotuan dhe i vendosën në faqen e parë. Ndër tituj tjerë, që kam sot e kësaj dite që më kanë betë kujtesë, nuk do t'ja harroj deri në fund të jetës, është Shukria Bortinca, një vajzë e re nga Obiliqi, fushë Kosova, e cila kishte marrë çantën me libra, monis në shkollë, dhe policia serbe kishte dalë në prit dhe kishte ndalur nxënësit. Shukria e shej çantën e librave, i mori do gur në rrugë dhe me ata gur e gjonte Hasmin, derisa vran Shukria Bortincën. Titulli i shkrimit tim e kishte këtë titull, që sot po më ndridhe trupi. Shukria e gjonte Hasmin me gur. Titujt të cilët i biseduam edhe në rastin e ekspozitës, edhe lanë mbres shumë të veçantë në kohën e kësaj ekspozite. Në këtë relecion, Rafael dësha për hir të shikuesve të televizionit ta them edhe një mendim që ja vlen në këtë ditë festive. Ne në Kosovë, në shpirtin kosovar këtu 100 vjet e fundit, e kemi pas një shprehje poetike, kombëtare, shumë të fortë, të lidhur bashkë me gjakun tonë, Nana Shqipëri. Nana Shqipëri. Secilja thoshte në gjitha momentet. Dhe në një kohë, urtaku, i njeriu më i mëshëm në Drenicën në Kosovë, Xhemal Abria, e ftoi Nikola Pashiqi në Shkup. Dhe renegati serb, një antishqiptar, dur me gjak që kishte kundër Kosovës, po e pyet Xhemal Obrin. Tha, kemi marrë vesh që ju po e dim, Serbia din tashmë se ku keni nanën Shqipëri. Nanën, praktikisht, nanën shqiptare. Por babën ku e keni? Xhemal Abria me një mençuri të jashtëzakonshme, një roman që mund të shkruajmë 10 libra, 50 libra, Rafael, ai u përgjigj kështu. Po zotni, Shqipërinë e kemi nana Shqipëri, po dhe babën e kemi. E ku është babi? Babi tha, baba ka shkuar në mërgim, në gurbet, ka shkuar me punu, e të gjitha parët që ti fiton, për ja qenë nanës shqiptare në Kosovë mi rrit fëmijët, mi përkun e djep, dhe mos harro Pashiq, ku një ditë baba do të thënë nga gurbeti, ju në Serbi do ta merrni vesh se çfarë do të ndodh. Dhe në vitet 90-ta u kthy baba nga gurbeti, u kthy ndje me vajza, grupi Atlantikut me push, që u përgjegjen u çukys me shku me vdek për lirinë e Kosovës. Ti më solle edhe mua kujtime nga periudhë, në atë periudhë unë punoja në Agjencinë Telegrafike të Lajmeve në Tiranë, edhe i vetë një burim informacioni që kisha ishte Belul Jashari që bashkëpunonte me ne. Dakor, po, një kolegi imi, po, po. Dhe më solle kujtimet atyre kove, përcolla në mend momentin e parë bombardimit NATO, si e jepnin agjencitë e lajmeve dhe si e transmetonim ne. Natyrisht, realiteti është tjetër nga jo që imagjinon, po realitetin ne e kemi parë dëshmoj dhe kjo ekspozit. Kush organizonte këtë ekspozit? Ekspozitën e organizoi Komuniteti Shqiptar,
në bashkëpunim me Muzeun Historik nga Kosova, të cilët i kishin grumbulluar të gjitha shkrimet, të gjitha botimet e shtypit amerikan që kanë shkruar gjatë kohës së luftës në Kosovë. Ishte një pamje bukur, një kronik historike e kohës, të cilat ishin vendosur në një sallë të bukur, i shikuam bashkë aty ishte edhe poeti Visazhiti, me cilin shkembym mendime, kryum një atmosferë vërtet kulturore, kombëtare, një kujtesë të mirë, një kujtesë e bukur. Më fal, kjo ekspozit ishte dokumentar mbi ekspozitën apo ishte ekspozit me pamje të gjalla dhe pastaj ishte një dokumentar, se nuk e kam ide. Po, ishte dokumentari shfaqen në një kan tjetër, të radio-televizioneve të evropiane dhe amerikane, ndërsa për gjatë në mure ishin të vendosura fotografi ballinat e shtypit amerikan, me bishkrime, me fotografi nga lufta e Kosovës. Edhe u bën një atmosferë vërtet e këndshme, vërtet historike dhe një orë e bukur e kujtesës tonë kombëtare që mos ta harrojmë të kaluamën. Mos ta harrojmë luftën e Kosovës. Ju më thatë që ju mbajtet një fjalim këtu. Çfarë përmendet aty? Unë në këtë fjalim e përmenda ndër të tjera rolin e shtypit si fuqi e shtatë, e cila përmes lajmit që deportojnë shtypin e amerikan, edhe administrata amerikane, edhe administrata e Bill Clintonit, Pentagoni, diplomacia amerikane, kur shkronte New York Times i merrnin gjërat shumë serioze dhe u lëvizin çështje për të mirën e Kosovës. Ishte gati para bombardimeve që morën aja masa më bukra ushtarake për të shpëtuar kombin shqiptar nga shfarosja. Ndonse në këtë kohë Serbia kishte bërë gati planin e Patkojt, i quajtur plani Patkoj, si dhe koncepti logjistik i ushtarak policor për tokën e djegur të Kosovës. Kjo gati i gjasonte një Srebrenicë të dytë, mos ishte intervenimi i shpejt edhe me kohë, ajo logjistika ushtarake evropiane dhe NATO bashkë në krye me Amerikën, me Shtetet e Bashkuara, dhe këtu rolin kryesor e kaluar fjala publike në faqet e para të gazetës dhe lajmi u bën fuqia më e madhe se sa diplomacia që i shtili gjitha lëvizjet dhe mekanizmat për mi dalë mbrojtje e Kosovës, dhe në këtë fjalim e thash ty po ballinat e gazetës, shkrimet që ishin atko në ndihmë dhe në krah të Kosovës. Këtu kemi rrëfyer dhe shumë kujtime tjera, fjala vjen familjen e Adem Jasharit, që është shumë interesant. Në vitin me 22 janar 1998, Rafael, unë kam shku në familjen e Adem Jasharit dhe kom dajt sy me sy, ball për ball me Basin Shaban. Një burr i madh i Drenicës, një njeri kombëtar, mësues, hoxh, patriot me gjitha dimensionet, dhe kom vrejt Rafael në odën e tij, kom pa në ballin e tij, në rrudhat e ballit e kom pa, reagimin e tij kom pa që ishte bërë gati me vdek, pranë pragu i shtëpisë, pranë prekazit historik, e mos me shu tokën se më thoshte, unë tjetër adhe nuk kam, nuk e shoj shtëpinë, nuk e shoj pragun e shtëpisë, nuk di a vjen Serbia, Rusia, nuk di kush vjen me na sulmu, unë këtu do të qëndroj me familjen time. Rifati, djali madh i Shaban Jasharit, mas luftës, erdhi nga xhemonia, nga mërgimi, edhe na borën e shtëpisë, ju drejtu kombit shqiptar. Unë i humba, tha 50 anëtar të familjes, po i fitova 7 milion shqiptar. Një thënie mjaft domethënëse. Zoti Skënder, unë kam dhe një pyetje tjetër, duke qenë ju aktivisti komunitetit shqiptar me origjinë nga Kosova, kemi parë në Hag gjyqin ndaj liderëve të UÇK-s. Është një shqetësim në të gjithë komunitetin shqiptar për këto vendime që merren në këtë gjykatë speciale për Kosovën pa fakte konkrete, duke bërë akuza monstroze, duke dashur që roli i një lëvizje çlirimtare të shndrohet në të kundërtën e saj. Cili është reagimi juaj dhe i bashkëdhetarëve të tjerë në Chicago në lidhje me këtë çështje? Për gjykatën e Hagës jam ndjeni, kam fakte, kam argumente në dorët e mia dhe mund ta them publikisht para botës, para shqiptarëve, para opinionit dhe diasporës në Amerikë. UÇK-ja ka bërë luftë të drejtë. Për këto vite nuk ka asnjë fëmijë, asnjë plak,
asnjë moshuar, asnjë shtëpi e kallur, apo ndonjë mas që kanë marrur që ky ndaj komunitetit serb, pakis në Kosovë. Ndonse që nga viti 1913 dhe në vitin 1999, asnjëherë regjimet serbe s'kan mund me bon balansim të mes shqiptarëve serbe me humb drejt peshimin e pakisës ose shumicës. Gjithmonë kanë qenë serbët në Kosovë si ardhacak, 4 deri në 5%. Asnjëherë më shumë në historinë prej vitit 1913 dhe në vitin 1999. Tashti në luftën e Kosovës. Luftën e Kosovës erdhën djemt e vajza nga diaspora, si që ishte Hashim Thaçi, si që ishin Kadri Veseli, si që Lefemi Ladrosi me bashortën Gjeven, që për ne është një shota Galica e dytë, dhe e vendosën me dalë në mal, me dalë pall për pall me Hasmin, edhe mi thonë vdekjes ja ku jemi, por Kosova është e jona. Organizimi i gjykatës speciale, Rafael, këtu bën një shim që na bën presion Evropa, edhe mund ta them me përgjithësi, një reagim im kështu si intelektual. Evropa kur vjen pyetja çështje shqiptare, kjo Evropë e re po punon me skenaret vjetra, shekullit kaluar. Gjykata speciale na mori një pjesë të sovranitetit të Kosovës dhe e çuam në Hag. Që kjo s'ka ndodhur asnjëherë në asnjë vend botës s'ka ndodhur. Një. E dyta, është bën një gjykatë një nacionale vetëm për shqiptarët. Për kënd? Për ata që ishin viktimë. Për atë popull që ishin në shkallë gjenocidit e çfarosjes në substancën kombëtare. Shpengulja, dyndja, kallja të gjithë pasurisë që kishte, madje me qindra intelektualëve, Rafael ju kanë djegë edhe me qindra mia libra në bibliotekën e tyre intelektuale, shkrimtar, intelektual, profesor nga Kosova. Dhe gjykata më shumë ka karakter politik. Pse e them këtë? Pastaj se për Miloševićin, si gjakpës, si kasap i Ballkanit, kishte vetëm 60 dëshmitar. Për Hashim Thaçin i kemi 200 dëshmitar. Për viktimin i kemi 200 dëshmitar, për agresorin 60 dëshmitar. Dhe ç'është e drejta, mbrëmje kom thënë fesën e Flamurit. Jakub Krasniqi, profesori, ishte zëdhënës i UÇK-s, një ushtri të vogël që ishte dalë mbrojtje të popullit dhe tokës Kosovës. Vučići, Aleksandar Vučići, presidenti aktual i Serbisë, fashiste, ishte zëdhënës i ushtrisë agresive, pushtuese, vrastare të Serbisë në krahun e Miloševićit. Vučići sa të shkryetari i Serbisë, Jakub Krasniqi prapagrillave, që dëshoj me t'informu Rafael, profesor Jakub Krasniqi tash gati pi ban 20 vjet në burgjet Jugoslave dhe në këtë burgin politik të Hagës. Gati 1/3 jetës i ka kaluar në përburgje, për shkak shëndetit të gjithë ato. Dhe kjo me dërgon atë se kjo është një gjykatë politike, ka shpenzuar me miliona dollar, euro, shteteve financuese, si ndërtosh të Shtetet e Bashkuara, dhe tashti prokurori dhe prokurorët me një pamje të ndyrë, pa sinqert, pa shenja juridike ndërkombëtare, pas një shenjë juridike që ka hije drejtësisë evropiane dhe botërore, dolën dhe tregonin pralla sheshit se çka kanë bërë ta djem 4 burra që kanë udhëhequr ta djelmenia UÇK-s, gjë se kanë bërë krime për 2 vjet luftës. Serbia dërgoi në gjykatën e Hagës 50.000 dosje, po në nënvizoj. 50.000 dosje ka dërguar Serbia përmes shërbimeve sekrete, ushtarake, policore kundër këtyre 4 burrave, krerëve të UÇK-s, për ta vrarë, për ta gjykuar, liria ka emër. Si është e mundën kjo? Tash ne kemi edhe një problem tjetër. Në prokurori po luhet një lojë tjetër. Ta kanë bërë shpenzime marramense, e tha edhe Volker e tha sot në bisedën tonë të lirë. Ata do të mundohen që sidomos Thaçin ta dënojnë. Ta dënojnë shumë rand për me arsyetuar shpenzimet që kanë bërë afër $50 milion. Merë men $50 milion janë shpenzuar për 4 burra, burri dhellët. Si është e mundur në gjykatë evropiane? Evropa e re po analizoi me skenart e vjetër shekullit kaluar. Këtë kjo kundër shqiptarëve. E drejta e shqiptarëve është realizuar dhe është miratuar në këshillin juridike që bëri gjykata ndërkombëtare e Hagës. Se shqiptarët, Kosova nuk ka thyer asnjë rregull ndërkombëtare me rastin e shpalljes së pavarësisë që e bëri Hashim Thaçi.
por që është e drejta të ata 200 dëshmitar shqip folës që të thënë jetën të të hanë bukën me turp, shkuën dhe afrun dosje më çorëditëse, më të shëmtuara, sa që edhe prokurorët, edhe mbrojtësit i prisnin ato dëshmitë e tyne 200 dëshmitarëve parathaqit me buzë në gaz, ishte turp i kohës. Prandaj, marshi që do të bëhet me 17 shkurt në Prishtinë, ku do të jenë afër 1 milion shqiptar, do të jetë zëri i fundit që liria dhe pavarësia nuk ka njeri, nuk ka forcë në botë që gjykon dhe që na vret lirinë e Kosovës. Të faleminderit për këtë. Do desha edhe një pyetje tjetër, ju tha që biseduat në një grup të ngushtë aktivistësh me zotin William Walker. Më thoni ndonjë kuriozitet nga ky bashkëbisedim? Në orët e mëngjesit sot shkum në një mëngjes, punë ta që kështu, mëngjes i lezetshëm, spontan, ndonë se sa herë njeri u flet mirë spontane është shumë korrekt, më i sinqert, shumë i sinqert. Përderisa merr lapsin dhe shkruan fjalimin, aty mund me pas subjektivizëm. Ndërsa biseda e lirë dhe spontane gjithmonë është më e sinqerta, më e burimshme, del nga shpirti ashtu siç është. Dhe me mikun ton, Walker, biseduam gjëra gjatë, bisedë lirë, pinim kafe dhe fillojmë të shkalu kujtimet e tij për Kosovën. Para se të fliste për këtë, në atë kohë OSB-ja kryesator Walkerin në Kroaci, luftën e Kroacisë, në mbrojtje të pakicës serbe që jetojnë në këtë shtet. Dhonë mbri atje, i bëj raportet, e kryj detyrën time. Miloševići dëgjon për mua që unë kom rrinë në Kroaci në Zagreb i zyrtar. Dhe tash Miloševići, kasapi i Ballkanit, të mendu që tash na erdhi një mik në thojza nga Amerika, e tash ne kem duhur të lira. Edhe unë tash e kryj misionin tim, edhe në ndërkohë shpërthen lufta në Kosovë. Për thëmë tha për herë të parë. Edhe unë tash vinë në Kosovë. Lufta, kur ndodhi rasti i Reçakut, unë veç që kom marrë një lajm, që ka pas luftime në fshatin Reçak të Shtimes. Kanë luftu OÇK-ja me forcat serbe. Kaq, asë një informat tjetër nuk isha. I marrëm në makinat me delegacionin e OSB-s, shkojmë me vizitu fshatin Reçak. Ku him brenda, ishte të merë. Të merë, sa që mu zo frima, së mësha mu frime marë. Njerës me kokat preme, me gjimtyrë të qitë në për jashtë. Plesh, moshë, ishë me në të bjeshë, mes male të komunës së Shtimes, në Reçat, i fshat i bukur për parë, për sot është fshat i bukur. Edhe tash u të rëndita shumë. Këthehem në zyrë, edhe ullën, e kom pini gotë ujë, kom fillu me bon raportin. Por, s'kam bjanru ka s'kend. Ka të këtu fjalime, ka thirë këtë generali a gjenjur, a s'kend se kam konsultu. I mule kam shkrimin si diplomat, edhe kam thënë. Sot në Reçak kemi shkallën më të lartë të gjenocidit që ka bën ushtria dhe policia serbe Miloševićit. Kjo gjenocid dhe këtë Evropa duhet ta ndalë sa më parë që është e mundën. Edhe aty çka ndodhi? Miloševići u ngrit në këmbë i tërbuar, si gjapër. U bo gjapër, tha me në gjysore gjapër i zi, në kohë zezë. Edhe më sulmoj, tha, ka shku, tha Walkeri në Shtime dhe u akavesh do robe të shpume në kinë se nga plumbët dhe e ka bo lajmë, e ka bo tragedi, e ka bo gjenocid para botës pa fajnë tonë, që ata ndonë se në vranë me veti, e tjera, që e bëri një shpalim të veçantë në këtë bisedë. Dhe mund të them, Rafael, edhe një qeshti, sot e vreja në bisedën e tij, mos ishte ky mik i madh i shqiptarëve. Ato 200 sulme, 200 masakra në Kosovë, një krevi masakra ishte Reçaku. Ne besoni, Reçaku dhe ekzistonte vetëm 2 ditë, edhe do të harrohej në thojza, pastaj se mekanizmat serb do të ambulonin, do të avenin në heshtje, edhe para botës, edhe brenda popujve të Ballkanit të kështu me radhë. Walkeri e bëri të vetën dhe mbrëmje kemi qujtë unë fjalimin tim i kom thanë. Është avokati më i mirë i shqiptarëve, i Kosovës dhe heroi i Kosovës. Ndonse, Walkeri ka shpreh dëshirën që kur të vdes, t'i bëhet një varr pranë të masakruve në Reçakun e Kosovës. Është një nderim mjaft i madh për kombin amerikan, për të si person, për faktin që në atë moment kyç të historisë së kombit kosovar, a i ditit paraqes realitetin dhe fytyrën
drejt për drejt ndaj gjithë botës për të parë se kush ishte Miloševiqi i vërtet, dhe kjo shërbeu si kthes edhe veprimeve të Shteteve të Bashkuara dhe të sulmit të NATO-s mbi Serbi. Edhe një vetë një shtesë të vogël e kam për obligim për hir të shikuesve tanë, të nderuar, televizionit tuaj. Unë mendoj gjykata dhe mbrojtja që është nivelin më të lartë juridik të drejtës ndërkombëtare, avokatët nivelin më të lartë profesional, me etik, me shpirt, me frymë të jurisprudencës ndërkombëtare, i kanë dalë në mbrojtje ty në djembe në Hagë, dhe është edhe një çështje tjetër. Serbia dhe çarqe tjera antishqiptare bashkë me Rusinë po bëjnë çmos që këta djemë të dënohen. Pse të dënohen? Pasysh se do mos si shta Volker sot në Chicago, në bisedën personale, shumë shoqërore, vllazërore me ne. Ata dëshirojnë të arsyetojnë shpenzimet që kanë bërë për këto 5 vite. Para botës dhe para atyre që ka financuar gjykatën speciale në Hagë. Prandaj kësaj mosia kam rrezik, kam frikë, thotë që thaqin posaçërisht thaqin e kanë vënë në shënjesër me një dënim drastik, drakonik për të mbuluar marrjet, turpin, idiotizmin, antidrejtësi, anti-jurisprudencë që po krijohet në një gjykatë politike jo juridike në Hagë. Dhe kjo do të na sjellë të lashë Kosovës. Por unë shpresoj, jam optimist. E vërteta do të në shesh. Lufta Kosovës, lufta që kryesisht ishte drejt. Ishte me artin luftarat, që e kanë traditë si shqiptarë, me artin e Gjergj Kastriotit, me artin dhe me rregulla ndërkombëtare. Pas një vijë, pas një krim, e pas së siloti, e drejt, para Zotit, para tokës, edhe para qenies tonë kombëtare. Unë uroj që ata të jenë të shohim sa më parë në Prishtinë, edhe të pim kafe me ta. Këtu po e përfundojmë emisionin. Do t'ju ftoj edhe herë të tjera kur të ketë veprimtari të ndryshme patriotike në Chicago, pasi na jepni një informacion sa më të plot të veprimtarisë të komunitetit shqiptar dhe patriotik aty. Zoti Skënder, ju falenderit për praninë tuaj në studio. Me ndërqofshi të fala redaksis, shikuesve, të gjithë shikuesve, shqiptarëve, kudo që janë, edhe në Amerikë, me fat e përjetshme të qoftë Kosova jonë. E përjetshme dhe festa e Kosovës, pavarësia e saj dhe bashkimi i trojeve kombëtare.